Utakmica, moja prva utakmica Balkanskoj ligi, veoma jak protivnik. Ajde Jozo, budu čekaj, evo. Jozo, budu čekaj, evo. Budu čekaj, evo. Shpresoj që... A u bove? Dobra atmosfera. Hajde. Stërvitja par e klubit e basketbollit Peja parandeshës shumë të rëndësishme në ligën ballkanike kundër Kumanovës. Siç po shihet prapa me atmosferë pune në ekipin verdhezi. Shpresojmë që nesër ta vash mos më me ta. Veoma jak protiv ekipa Kumanova. Šta možemo da očekujemo od vaše ekipe? Ma ništa, evo mi idemo 100% u ovu utakmicu. Ja se nadam da ćemo dobiti, potrudit ćemo se. Ja verujem ove momke ovde, tako da, evo idemo na pobedu! Velion sonte ndoshta ndeshja më e rëndësishme e vitit për Pejen. Çka mund të Sonte na pret një ndeshje shumë e vështirë, kundërshtari mjaft i vështirë, Kumanova sidomos në parket e vet. Çfarë mund të presim nga ndeshja sot? Normalisht për neve është ndeshje rradhës, domethënë për neve është ndeshje rradhës, domethënë dihet forca Kumanovës në fushë vetë janë pothuajse të pathyeshëm, domethënë. Por që ne kemi ato objektivat tona, unë kam shprehur edhe më parë nëpër media që ne kemi një seri shumë të mirë. Shkuzë ndëruar këto janë pengesat shpeshta që na ndodhin gjatë realizimit. Jak protivnik, ovo je moja... Isto imamo dobru ekipu, ja se nadam pobjedi. Molim. Molim. Jozo, veoma jaka utakmica, veoma važna utakmica večeras. Da, čuo sam, ovo je inače moja prva utakmica u Balkanskoj ligi, veoma nezgodan protivnik, veoma nezgodan protivnik, posebno... Yes, puti da. O, polisit autobusit, lajloj që tu e. Stërvitja pare e klubit e basketbollit Peja parandeshës shumë të rëndësishme në ligën ballkanike kundër Kumanovës. Siç po shehni prapa me atmosferë pune në klubin e basketbollit Peja, shpresojmë që nesër mbrëmje atje moshat Pejan të na gëzojnë me një fitore shumë të madhe, e cila do të ishte hap tet i madh, hap kolosal drejt klasmanit në gjiron e dytë. Qyra në gjiron e dytë.